Nietzsche që ka ndodhur, jo për shkak mesën, s'kam probleme do nxonën. Çdo ka dol, kanë menuar se janë me Nietzsche, unë kam qenë me familje, kanë tentuar mi kam shumë kerrit me revolë. Ke pas zgjidhje dhe prap ke vendos me bëu gabimin tonë më të madh në jetë. Estrada shqiptare u trondit dje nga një incident serioz I cili duket se ka kaluar përplasjen virtuale të disave në një konflikt të rrezikshëm fizik. Producenti I njohur Shkumbin Nebihu ka deklaruar së sulmuar fizikisht nga reperi Don Gjoni, vëllai I tij dhe një grup personash të tjerë. Në një përgjigje për Insiderin, producenti Bini ka treguar arsye në këtij konflikti dhe ka sqaruar se sulmi është kryer në momentin kur ai ishte në makinë me familjen e tij. Ai ka pohuar se grupi I Don Gjonit ja kishte bllokuar rrugën dhe I kishte dëmtuar makinën me armë zjarri. Për shkak një disi që ka qitë reperi Nietzsche, për shkak Nietzsche që ka ndodhur, jo për shkak mesën, s'kam probleme do nxonën. Apo kupton? Nietzsche është artisti I ri që e ka qitë një dis për Don Gjonin, edhe ai ka dol, djem ka dol në rrugë me dofar si rrugoç, ka tentuar me bë diçka që s'mund të bëj, unë jam I përgatitur. Kështu përgjithësi, gjithmonë, edhe se s'kam probleme kur me kërkon, kjo është shumë e dot që ka bëj, se kam qenë me familje. Ti sa konë vetë kish përfundu shumë keq, e kam thonë në policia dhe ku dush. Unë e kam artist Nietzsche, bitën e ka bëu kritiku tjetër, unë e financoj Nietzsche-n e përkraj, po kupton? E çu ka ndodhur rasti, a mundesh më na tregu pak më shumë detaje rreth rastit? Çdo ka dol, kanë menuar se janë me Nietzsche, unë kam qenë me familje, kanë tentuar mi kam shumë kerrit me revolë. Në zonën më kanë thy, edhe kanë ik. Okej, a keni shkëmbyer ai fjalë? Jo, se kanë qenë shumë shpejt. Kanë qenë shumë shpejt. Sa persona kanë qenë përafërsisht? Që I kum po afër 10 jam vonë. Do nxjoni me vëlla dhe disa tjerë. A keni shkëmbyer ai komunikim prej ditës së djeshme me Don Gjonin? Nuk mirë unë me tonë, kam lënë në organet kompetente e kështu privatësisht, kam edhe familje, kam burra, kam kupton, të këshillën dashte, që shpjegojnë ka pakën se puna, po për momentin unë jam tu besu në drejtësi, edhe pse këto drejtësia të na dihet, ligji është për këtë njëjtë. A keni më mundu me zgjidh përmes komunikimit këtë çështje? Asnjëherë. Këtë probleme që kam qenë me familje, çati do vim ta, po kupton, jo që ata kanë mund të bënë sens, s'mund të atë kullera. Pas sulmit fizik ndaj menaxherit të tij ka reaguar edhe vetë reperi Nietzsche. Në një storje në llogarinë e tij zyrtare në Instagram, ai ka lëshuar një paralajmërim të drejtë dhe të ashpër që me shumë gjas I drejtohet Don Gjonit. Ke pas zgjidhje dhe prap ke vendos me bëu gabimin tonë më të madh në jetë, ka shkruar Nietzsche, duke sinjalizuar se konflikti nuk ka përfunduar. Lidhur me këtë çështje, Insideri ka provuar të marrë një përgjigje nga reperi Don Gjon, por deri në momentin e publikimit të këtij materiali nuk ka marrë asnjë reagim.